Një automjet është përfshirë nga flakët mesditën e kësaj të diele pranë tregut të bagëtive në zonën e Stongolemit, në rrethana që ende mbeten të paqarta. Sipas informacioneve paraprake, zjarri është përhapur me shpejtësi duke bërë që mjeti të shkërmbohet plotësisht. Në vend ngjarje kanë mbërritur menjëherë forcat zjarrfikse, të cilat kanë bërë të mundur izolimin e flakëve, por pa arritur të shpëtojnë automjetin nga djegje totale. Fatmirësisht nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Ndërkohë, efektivët e policisë ndodhen në vend ngjarje dhe kanë nisur hetimet për dokumentimin e plotë të ngjarjes, si dhe përcaktimin e shkaqeve që quhen në përfshirjen e mjetit nga flakët.